Rishpallet për së treti herë tenderi për blerjen e autobuseve të rinj për qytetin e Shkupit nga Ministria e Transportit. Kryetari i Shkupit Orce Gjorgjevski shprehu keqardhjen që tenderi i qeverisë për blerjen e autobuseve të rinj dështoi për herë të dytë. Në seancën e fundit të Këshillit në përgjigje të kritikave të këshilltarëve tha se kaosi me transportin publik në kryeqytet do të normalizohet pas ardhjes së 100 autobuseve elektrik për Shkupin dhe 50 autobuseve të rinj për qytete tjera të blerë nga qeveria. Тендерот ево тек распишан е повторно. Искрено се надевам дека ќе биде успешна оваа постапка. Сум апсолутно свесен низ каква голгота поминуваат граѓаните. Веруете, даваме се од себе. Кажавме и вчера имав седница на совет, имаше елаборирање своји директорот. 40 автобуси имаме само наши поправени, стајани во функција. Но не се соодветни тие автобуси за народот во Скопје. Нас ни требаат нови автобуси. И затоа се надевам дека овој тендер ќе биде успешен и дека конечно ќе стигнат после толку години нови автобуси во градот Скопје. Komisioni shtetëror për ankesa të prokurimit publik në fund të muajit maj ka anuluar tenderin për blerjen e 150 autobuseve elektrik dhe 75 stacioneve të karikimit me të cilin si ofertues më të favorshëm u zgjodhën kompania hungareze Elektrobus Ikarus dhe EVN austriake. Mendimi erdhi pasi njëri nga 4 kompanitë që konkurruan në thirrjen publike paraqiti ankesë në komision. Kjo është përpjekja e dytë e pasuksesshme e qeverisë për të blerë autobus elektrik. Tenderi i parë i shpallur në qershor të 2025-s dështoi për shkak se i vetmi ofertues i regjistruar nuk i plotësonte kushtet. Јас ке бев најсреќен ако успееше тендерската постапка, земајќи во предвид дека никој не очекуваше да пропадне. Истата и информациите кои што ги добивав и од страна на министерот одеа во позитивна насока и ние се започнавме со припреми за да градот почне конечно да ја воспоставува таа нова возна флота, но тоа е тоа што се случи. Не можеме ништо да промениме, треба да идеме напред. Веднаш се објави новата постапка и верувам, како што кажав еве по трет пат, дека успешно ќе заврши. Vlera e përllogaritur e gjithë blerjes sipas njoftimit të publikuar nga Byroja e Prokurimit Publik ishte rreth 51 milion euro. Nga 150 autobus, 100 do të jenë për qytetin e Shkupit, ndërsa 50 të tjerë për qytete tjera. Autobuset e rinj pritet të lehtësojnë lëvizjen e banorëve të Shkupit, gjë që me këta të vjetrit ka përgjysmuar numrin e pasagjerëve të NÇP-s në dekadën e fundit.